Gjodi Skura, aktore dhe këngëtare shqiptare, është banorja tjetër që i bashkohet shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5. Ajo ka lindur dhe është rritur në Tiranë, në një familje të lidhur ngushtë me artin, ku prindërit dhe motra e vëllai i kanë dhënë një mbështetje të vazhdueshme. Gjodi ka studiuar në liceun artistik, ku edhe i ati ka punuar si mësues, duke ndikuar që dashuria për artin të zhvillohej që herët tek ajo. Ajo ka marrë pjesë në The Voice, ku u eliminua gjatë fazës së betejave, dhe ka punuar për disa vite si aktore në serialin Lë Pazar. Një humbje e rënde ka shënuar jetën e saj 4 vite më parë, kur babai i saj humbi jetën për shkak të Covidit, një përvojë që la gjurmë të thella tek Gjodi. Banorja është e njohur si një vajzë e ndjeshme, solare, me humor dhe ndërimtare. Gjatë hyrjes së saj në Big Brother VIP Albania 5, ajo surprizoi gjyshen e saj, duke krijuar një moment të ngrohtë dhe emocional brenda shtëpisë, ndërsa gjysha u shpreh se ndihet shumë e lumtur që po sheh mbesën e saj pjesë të këtij spektakli. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.